Pse smundjet e zemrës janë më të rrezikshme se smundjet trupore? Para se me cek, domethënë, nuk është në atë kontekstin, domethënë, smundjet e zemrës në aspektin e medicinës, mjekësisë, domethënë, por në aspektin fetar, domethënë, shpirtëror. Ndarja është ajo që tregon vështirësinë dhe rëndësinë dhe të keqen e smundjeve shpirtërore, dhe se smundjet e zemrës janë më të keqia se smundjet fizike. Smundjet fizike thanë kështu me një fjalë shumë shkurtër me një përgjigje. Smundjet fizike ta shkatrojnë këtë dynja, por smundjet shpirtërore ta shkatrojnë atë dynja. Pra nëse njeriu vun nga kanceri, nga diabeti, nga një smundje për smundjeve të kësaj dynjaje fizike, pra i vështirësohet jeta, sun përjeton kënaqësi të kësaj bote siç i përjetojnë të tjerët, është handicap, sun lëvizje, sun shëtisje si shëtisin të tjerët, pra i vështirësohet jeta e tij dhe sun ta jeton siç jetojnë të tjerët. Ka vështirësi, okay. Por nëse zemra e tij është në rregull, dhe ai nuk vun nga këto smundje nga të cilat vujnë shumë njerëz, ahiretin e ka në rregull dhe ka mirë. Por nëse ti fizikisht janë rregull, nuk vun nga një smundje fizike, por vun nga smundje të zemrës, që ose zilie, ose mendjemallësie, ose syfacie, shumë smundje të tjera, pra ti, përmes kësaj smundje ti shumë kollaj e hub edhe ahiretin. Pse? Pastaj normal çdo smundje ka sqarimin ose të keqen e saj ose pasojat dhe rezultatet negative të kësaj smundje nga e cila vun dhe është smur zemra.